i kemi disa projekte tjera që kanë më vazhdu mas mujit shtator. Diçka me babin, diçka vetë, diçka me Ermalin, kështu. Ermali, sa është, tash se kena ato këtu, po bojna pyetjen edhe për to. Bashkëpunuese dhe qysh e keni, se ky po flejka pak ma shumë. Ermali qysh është? Po flejka, po haqe Jo, pak. ajo është më e hershëm, ka gjamu. Më i hershëm është edhe i merr me përgjegjësi shumë edhe ai. Cili është roli i Ermalit, a shkruan edhe ai tekste? Jo, shumë i mirë në tekst. Në tekste ka shkruajtur në tekst? Po, ka shkruajtur. Ja, po ke hu djallë, Ermal. Do zoom shefti të punu. Ja, veç pak se na që 4 vjet, unë që 4 vjet jam në Prishtinë të studiu edhe jam të banu këtë, kështu që një 2 ditë në javë më vjen marrë shpe, edhe ai që një 2 vjet është bashkë me mua. Okej. Aty e ka shpreh talentin. Ja mor meritat ky Ermalit para botës. Ja, jo, nuk i ka bë ato, po ka talent shumë të madh me shkruajt. Unë mendoj që është në kategori njëjtë me mua. Ermali është më i madh se ti apo? A më i vogël se ti? Është në kategori njëjtë. Po një shpesh që thotë që të fjalë, jo, baba ai është i talentuar në sesion. Veç mundet me qenë ma përtac, ndajherë. Okej. Apo kupton se ky është për ne men gjum pak ma dembel, po kështu kur t'jen instrument. Apo e kap diçka me kry, me punu, ky e kry. Nuk nalët, nuk pa kry se le. Ai mundet më tërheq. Ska rëndësi gjumë gjana, produkti kur po del në treg. Vërtet. Po del sa bone para dita mas dite. Se ka. Po çat. Çfarë po studion Erblen? Muzikën. Muzikë, edhe Në Ermali Akademitë apo? Muzikës, të dy jemi. Unë jam përfundim tash, unë ja 2 provime më kanë metë dhe e kryta, po ashtu jena dhe pjesë e operës Kosovës, të dytë. Dhe kena angazhime edhe anena.